Fëmijët e manastirit nga biblioteka Linkest me mbështetjen e ngrohtë të ambasadorit shqiptar në Maqedoni të Veriut Denion Mejdani patën mundësinë të udhëtojnë drejt Shqipërisë për një përvojë të paharrueshme. Në Tiranë ato u pritën me zemër të hapur nga shkolla Nikojqire Dora Distria, ku pritja ishte e mbushur me shfaqje artistike, poezi dhe valle, që krijuan një atmosferë të ngrohtë dhe miqësore. Nxënësit nga Tirana i mirëpritën vëllezërit dhe motrat e tyre nga manastiri me këngë, pankarta mirëseardhëse dhe flamuj kombëtar, duke shprehur me emocione të sinqerta gëzimin e takimit dhe lidhjen e fortë mes tyre. Pas një dite të mbushur me aktivitete dhe emocione në shkollë, fëmijët nga manastiri së bashku me ambasadorin Mejdani u ftuan në emision në radio televizionin shqiptar, ku ndan përshtypjet e tyre dhe gëzimin për këtë takim të veçantë. Por udhëtimi nuk përfundoi këtu. Ata vizituan edhe zyrat e kryeministrisë, ku u pritën me mikpritje të veçantë nga i pari i qeverisë shqiptare Edi Rama. Ky takim i mbushur me buzëqeshje dhe emocion la një kujtim të paharrueshëm në zemrat e fëmijëve. E gjithë kjo ngjarje ndodhi të premten në vigjilje të festës së 7 marsit, ditës së mësuesit, duke e bërë këtë përvojë edhe më domethënëse dhe simbolike, si një shprehje e respektit dhe dashurisë ndaj dijes dhe edukimit që bashkon gjeneratat shqiptare përtej kufijve.